E kam pa në një fotografi, se ju kam djek, absolutisht, një moment sigurisht nga më të bukurit e jetës tuaj, sepse kështu e kam përjetu edhe vetë, veç shumë më vonë, një vizit tuaj të punëtorëve të Radio Televizionit Pristinës në Shqipëri. Fakt, në vitin 1981, një muaj para se të ndonin demonstratat, Keni qenë atje? Drejtori i televizionit, përkatësisht Këshilli i Punëtorëve, kishte vendosur që në atë delegacion përbërës të jem edhe unë si antari ati, dhe unë, Sania Shala, Mohamed Mjeku, Shkelzen Zhubi, kemi qenë këta antarët, cilët kemi shkel në Shqipëri 1980, tokën. A pritë me gëzim? Sa net I ke ba pa gjumë deri të aj dakiku me unis? Vërtet kanë qenë momentet jashtëzakonisht emocionuese, sepse të prekesh në tokën Shqipëri, që e ndronin të gjithë. Absolutisht. Ishte një privilegj. Kontakte me Radio Televizionin Shqiptar, sigurisht, përvoja interesante. Po, natyrisht se po, kemi vizituar më pas Radio Televizionin Shqiptar, radion kryesisht, më pas edhe qytetet të ndryshme të Shqipërisë, si Basanin, Shkodrën. A qëndrut shumë? Po më duket 2 javë kemi pas. 2 javë. Në qoftë se nuk gaboj. Para të kohën nga më të bukurat e jetës. Ashtu pra, pritja ka qenë madhështore, më shumë se më ndonjë. E tashi një muaj para demonstratave, kur u kthyta, ju prutat si hariqin vendimin që pe kallim, a çka ishte? Ne kur u kthyem në thuhet se ishin përgatitur gjërat edhe më herët, sepse kur u kthyem në Qafthan, organet e sigurimit veç ishin organizuar të dalin në Prishtinë atje. Dhe si për çudi edhe tepër e zakonshme për atë kohë, gjitha librat pjesën e madhe na I rëmbyllën. Ja u murën, ha? Tregimi keq I vështirë. Plus edhe tu ju frigusës, ditë që ndodh, masa... Po, për fat, nuk naftuar në ndonjë kështu. Në organet e sigurimit e këto. Ende nuk ishin ndodhur. Ngjarje. Po kishte ndodhur pas demonstratave, Sigurt, drejta atje të Flodi. Kishim me përfundu edhe një grup në veti tash këta, grupin nga Radio Televizioni I Prishtinës. Periudhë vërtet, unë kam dëshirë ta quaj ndonjëherë, ju duket më thonë bashkëpunëtorë të miqtë mie, sikur edhe po I rrit gjërat, po periudhë legjendash me një emër legjendar. Radio Televizioni Prishtinës, një kaptin e veçantë në jetën e shqiptarëve, 15 vjet punë, ndërtim, kjo është si mi krye një 4-5 fakulteta kështu në një ditë krejt të punë këto ëndra përfunduan. O mbyllën. Përfunduan. Hyni Serbia, e mori me dhonë Radio Televizionin e Prishtinës. Ku ke qenë atë ditë, ato momente kur kanë hyjë ata? Ato momente kam qenë në pushim vjetor. Në pushim vjetor ke qenë? Po, dhe isha në Batllav me familje, por ndëgjova që ka ndodhi, dhe një gjë atill pritej, dhe pas largimit një grup sindikalistësh I quaj, dhe njerëzës që merrin vesh nga këto punë, që marr vesh që nëse një ditë vje koha se dinim se një ditë do të kthehemi të gjithë për një herë. Në shtëpinë tonë. Po në shtëpinë tonë, por jo një nga një, kurse si. Dhe nuk ndodhi ajo si që ishi marrë vesh. Për fat keq nuk u kthye kurrë. Një grup njerëzish kishin vendosur t'i thejnë ato marrëveshje që I kishin bë dhe u rikthyen në shtëpinë tonë pa prezencën tonë, pa kthimin tonë. Tani, thjesht, fillimisht shpresa, dëshira, kjo nuk mund të zjas, edhe qëndruat një kohë I pa punë në Prishtinë, e kishim menduar emigrimin, apo kjo ndodhi thjesht si rezultati I vështërsive të jetës? Ashtu, pra, si kjo e fundit, thjesht ishte në pyetje mbi jetesa dhe unë me 2 fëmijë dhe bashortën vendosëm që të dalim, dhe më thonë, të lamat dhe unë. Aprovove me punu diçka në Prishtinë? Ishte vështirë që të kapësh të punosh diçka, sepse asë gjatë që kishe profesion nuk mund përputhej me mundësinë e gjetjes ndonjë leku, si thuhet anej në asi, dhe në këtë mënyrë ne vendosëm që ta lëmë Kosovën përkohësisht. A ishte përkohësisht, sa mire ke thonë.
Marrja e këtij vendimi ishte e vështirë sigurisht. Natyrisht se po. Për intelektualin shumë. Natyrisht se po. Ato janë momente të paharruara në jetë që lanë gjurmë të pashlyera tërë jetën e njeriu. E kujton tërë jetën. Po, tërë jetën. Nuk mund të në asnjë moment ta neutralizosh atë emocion që ke pas dhe ke vazhdimisht për atë hap që ke ndërmarrë. Dhe nuk ishte e lehtë vërtet. Se kishe menduar emigrimin Ja, në asnjë mënyrë. Kur betin? Beso. Ati që i kishim shkruar, kënduar me shumë dhimbje dhe përfundove në Gjermani. Po. E vuaje? Shumë vite, më kujtu tani një varg i Azdrenit, shumë vite larg i dashur ja dhe, por nuk të kam harruar se shumë i ëmbël je. Ke punu si mësimdhënës edhe në fillim, edhe sa ke mbaru studimet, ke punu mësimdhënës pastaj edhe në Gjermani, me nxënësit tanë. Ishte një satisfakcion i mirë ky, e kaloje? Natyrisht se po. Unë në vendin ku kisha vu spirancë dhe ku kisha krijuar një rreth ambientalistësh edhe dashamirë të arsimit, me propozimin e tyre, i kishin rekomanduar ish ministrit të arsimit Bicaj, Mamet Bicaj, që të më emëroj mësues për fëmijët e punëtorëve tanë përkohësisht të vendosur atje. Në mesin e tyre vlen të përmenden Gjafer Ejupi, njerëz që është munduar për arsimin në diasporë dhe që kam pas natyrisht për krahas, Shefqet Podvorica, Hajrush Tregusha, dhe ka qenë edhe një Fatil Reselica e disa shumë të tjerë kështu, të cilit ishin këmbgulës që unë të jem mësues, sepse kishte tentime të ndryshme që të bëj dikush tjetër, pa kvalifikime, e tjera, si që zakoni shqiptarëve, si që është, me bryle nga pak e poshtë. Nga pak e kështu. Po me kolegë, me ata që kishe punu në radio televizionin e Prishtinës, i mbaje kontaktoni, apo u shpërndat gjithandej? U shpërndan, thuaj se pak, thuaj se fare pak. Më vonë jem takuar disa herë me Shaban Arifajn. Drita ma, si që dini, ka ikur heret në Amshim. Drita Gërmizaj, briljante. Prej studios, prej skenës, prej njerëzve të mëdhej si Drita edhe homazh veç me duar trokiti, ju bëjmë se nuk. Bëhet fjalë për Drita Gërmizajn, njëra nga folëset më të mira që i kanë pasur parët në historinë e folësve, e lexuesve të lajmeve, e drejtuesve të lajmeve. Ishte perfeksionueshme në kuptimin edhe profesional, edhe moral, edhe kulturor. Kishte një edukat. Dhe kjo zgjati jo 9 vite, sepse 93 keni emigruar, 93. Në 99-ën u ktheve me një herë? Po, jo, unë jam kthyer praktikisht pas lufte, dhe thuaj se pjesën më të madhe e kaloj në Kosovë. Prej atëherë. Her pas herë shkoj edhe atje ku e kam familjen, ku kam fëmijët, shoqen. Po nuk provove ti lexosh lajmet dikun tjetër, nëse radio televizioni e Prishtinës në morën, atëherë për fat keq më pas edhe tanët, sprovove që profesionin tënd, pyetje interesante, misionin tënd ta çosh tutje. Pas lufte drejtor Serishu emërua Agimzatriçi. Dhe në takimin e parë që kam pas me te pas lufte, ka ftuar eja kur duesh, kam thënë ja. Fjala ka qenë të kthehemi për një herë, nuk mund të kthej. Të gjithë, nuk kthehemi.